Po, ecë mbushja mendjen ati. Ka dhe të mirë, ka dhe të këqij, si gjithë bota. Na ka klasifikuar kryeministri si gjithë në një thes, ose ata që votojnë kundër. Kryeministri mund të jetë bazuar në interesat e tija në kohën që ka folur ashtu, dhe nuk duhet, sepse është mashkull vetë dhe nuk duhet të thotë për të gjithë meshkujt e tjerë se si janë. Ai për veten e vet ka thënë dhe këtë tjetër, i thotë kërkoni në Google dhe do shihni mua nudo. Gazetari shtrihet shumë, gazetarja shtrihet shumë. Qa do më shumë nudizëm? Ku shtrihet? Për kë po thoni? Gazetarja e përputhet. Dekërteja deri këtu, shtrihet edhe në barkas, e do me imitu. është gjysëm nudist. Nuk është nudist i plot. Nudo do të thot i plot. Tregoje, tamam. Edhe ja, kjo është loja gazetarisë. Kjo është loja gazetarit. Që e kanë lënë. Që e kanë lënë gjysmë. Nuk është nudo. E kanë lënë gjysmë. Nxirë komplet. Nxirë komplet. Ato që pashun nuk është e vërtet. Jo, që t'ju besojmë plotësisht. Si gazetar, nxirë plotësisht. Po, që të besosh. Komplet që ta besoj. Qyryk. A qëllet të këtë lathi para, po të qyryki. Qyryk është ma mirë. Po jo, të thoi kalamajve, shinin Google dhe fotonin edhe shifnin kryeministrin shqiptar, shifnin Lakuriq. Nudo. Që do me thënë fjallat qyryk? Në kuptimin gramatikor është dialektore. Jo në të gjitha trevat përdoret e tillë, por fjala qyryk nuk është me kuptim të mirë. Qyryk do të thot njëri i dobët, gati i pavlerë, ndoshta edhe i paaft. S'po përmenan tjera, por qyryk do të thot jo pozitiv. Si e komentoni këtë mënyrën e të bërit fushat, duke qenë se fushata po zihen tani dhe kryeministri ynë ka hyrë vrullshëm. Dhe duke se ka gjetur një mënyrë ndryshe për të thithur vëmendjen e audiencës, duke përdorur fjalë të tipit. Qyryk në metaforë që thot asgjë, shaka. Me seriozitet është e pjesa që do ta ulësh tjetër në kuptimin, po jo dinjitoz. Jo me dinjitet, nuk mund të thush qyryk tjetër që është dinjitet. Ka një dinjitet të vetin, mund të thush gjysmak, fjala qyryk nuk është e pranueshme. Si është më mirë ti thuash qyryk dikujt që është me personalitet të plot, me vetdije të plot dhe është i rregull nga ana shëndetësore, apo dikujt që është realisht? Ti të parit, sepse ai e di që nuk është qyryk. Dhe kryeministri nuk e ka thënë të kuptova, nuk e ka thënë me kuptimin e uljes tjetër, ka thënë me kuptimin e metaforës që ti nuk voto për mua, janë dasira politike. Po ti nga e di që unë e kisha pikërisht qyryk. A qëllet të këtë lathi para, po të qyryki. Qyryk është ma mirë. Po jo, të thoi kalamajve, shinin Google dhe fotonin edhe shifnin kryeministrin shqiptar, shifnin Lakuriq. Nudo. Themi që dali dhe i nudo. Nuk del dot ai se ka frikë. Ka frikë, jo turp, por ka frikë. Dhe një thirrje tjetër që dali nudo që të fitoj. Në ke burni dilni dhe ju nudo. Se s'kan. Po, s'kan burni. Ti, a? Nuk kanë burni. Po s'kan. Rama pa Berishën nuk bën dot. Por dhe Berisha pa Ramën nuk bën dot. është gjysëm nudist. Nuk është nudist i plot. Nudo do të thot i plot. Tregoje, tamam. Edhe ja, kjo është loja gazetarisë. Kjo është loja gazetarit. Që e kanë lënë. Që e kanë lënë gjysmë. Nuk është nudo. E kanë lënë gjysmë. Nxirë komplet. Nxirë komplet. Ato që pashun nuk është e vërtet. Jo, që t'ju besojmë plotësisht. Si gazetar, nxirë plotësisht. Po, që të besosh. Komplet që ta besoj. Shumica e burrave shqiptar janë qyryk. Po, ashtu mund t'jenë dite na invalidimin e... Se jemi invalid në shqiptarë? Që thot? Kryeministri thot që burra shqiptar janë qyryk.
Çfarë do me thënë fjala çyryk për ju? Pa gjë, ajo burë se ka morë 7 gra, duke morë 7 gra tjerë të çyryk. Ajo kriminal më burë. Parlamenti ynë duhet të ketë një ligj të tillë, me një përqindje, se përsaktoj unë përqindjen. Deri këtu, nëse nuk e plotëson këtë përqindje, ç'regjistrohesh si parti, se s'ke hyrë në parlament. E me nderosme. Pse? Si pse? Po thot, kjo qyri, kjo kanë ti kap, ky këneta, ky ç'a ngeni për të thonë mo? Asaj mbrapa e rregulloi, doli, Që foli, tha rregulloi, që i kërkojnë ndjesë Ore, tjetër. në rast se ti hedh bal tjetrin styr, s'ka më të rregulluar. Pasi munduan ta pastronte, Sa dush brap. pasi munduan që ta pastronte, fap shpalosi programi, tha ne do t'i mbështesim, do japim lek, do i mbështesim me fond. E knaqi popullin me leke, me ujë, që sa herë hap pompën, i fuskejt shamet mirë. Pse? Po se s'ka ujë. Akoma- Tallonin e ujtit e keni nga ora ka i din orën kaq. S'ka ujë, ujë. Nuk ka ujë 24 orë thonë ju, akoma në 2025. Që i se këtë unë ato orë që është talloni, s'ka ujë. Po ata që duar trokasin. Janë ashtu si thot ai. Ai thotë që do kemi ujë 24 Është orë. ajo gjysma që e kon çorek Po duket për mu. Të thot ai të gjysma është kështu. Gjysma është ashtu. Pa votove për mu je Isak, pa votove për te i çorek, pa i çorek vetëm. Se ta dorë darkasën të shaj edhe një njeri që se njoh, po ta shaj nuk dorë darkas. A ja vlen të dalësh nudo për zgjedhje? Me mendjen e tij ndel. Se ka filluar kohët e fundit, po e nxjerr prapë të pjesën. Nështë del në atje kohë nudo. Thot fëmijë me Google-oni, thot sepse Po, shifni rrushën. qofsh mirë. Unë? Pa s'kam kuriozitet. Ta shohin ato gratë që kërcejnë aty në qendër. Po s'ka. Si po duket kjo fushata e Ramës? Fushata shumë mirë, se ka. Po flasim për termin çyryk, çfarë do të thënë çyryk? Pse atyre të rinjve. Ai thotë që shqiptarët janë çyryk. Përgjithsisht Qyryk burra. jemi gjithështi. Ku janë që shqiptarët është qeveria qyryk. Kush na ka bërë çyryk ne? Shqip, udhëheqje. Me marë ma prallat e edit, po. Çifti simpatik. Faleminderit. Kryeministri ka thënë që burra shqiptar janë çyryk. Çfarë do të thënë fjala çyryk? Ka trut. Çfarë do të thënë? Nga trut janë të met. Është e vërtetë apo jo? Po. Po pse mendon se po? Zonja, është dakord që burrat janë çyryk? Po si punoj. Shumica e burrave tha janë çyryk. Ti si e Ajo vetë qyryk, dobje qyryk. E dim gjithë, po si e komenton ti këtë? A janë vërtet shqiptarët çyryk apo? Vendim gjithë mund të jetë i 50%, po jo krejt. 50 apo 60, se po që janë 50 janë gjysmë për gjysmë. 50. 51% i bie që janë gjithë çyryk, që thon ai. Po. A kështu tha, ai tha gjithë. E thotë gjithë. Pjesa dërmuese. Pa pjesa dërmuese i bie ata që votojnë atë. Janë qyryk. Qyryk e djavit. Po tani çat Ti bëj? ku të japsh vot? Asnjëj. Për kë voton? Qorrin. Qor. Edhe ai sipas emrit Qor. Qor, ma mirë ati. Ma mirë qorrit edhe ati. Jo, ja, Gjesi është një gjali mirë. Bravo e qoftë. Më mirë Gjesi kryeministri apo Rama? Gjesi jemi 100 herë. Kryeministri shqiptar na ka ofenduar rënd ne meshkujt e Shqipërisë. Kur? Ka thënë që meshkujt shqiptar janë çyryk. Që çyryk ka thënë, po nuk e di unë jeni vërtet apo sini? Ju si Po mendoni? mos më merr ti mua tash. Ju si e mendoni? Jemi apo sini? Jo, më ala me çuna sini. Po ju çfarë përgjigje jep? Po ne pse na Çfarë përgjigje jepni juve? Ne. Kryeministrit. Kemi ardhur të pyesim ju njerëz si zonja. Jo, më po Çfarë mendimi keni për meshkujt? Tamam ini mashallah jeni. Po jo, më çfarë çyryk ku jeni? Po i Po lejtë Se me Aja fut kot. Mos na merr. Juve të kujtini. sheton YouTube. Kush është sheta kjo? Klikoni YouTube, Sheta. sheton. Edhe nxjerrin YouTube tani. Te YouTube je. Të më zini në YouTube. Nuk keni çyryk, keni shumë djem të mirë. Të tërë meshkuj shqiptar janë super. O ti të lumt goja, po ecë mbushja mendjen atij. Parlamenti ynë duhet të ketë një ligj të tillë, me një përqindje,
se përsaktoj unë përqindjen. Deri këtu, nëse nuk e plotëson këtë përqindje, ç'regjistrohesh si parti? Se s'ke hyrë në parlament. Rama pa Berishën nuk bën dot. Por dhe Berisha pa Rama nuk bën dot. Çfarë do të thon fjala çyryk? Në kuptimin gramatikor është dialektore. Jo në të gjitha trevat përdoret e tillë, por fjala qyryk nuk është me kuptim të mirë. Qyryk do të thot njëri i dobët, gati i pavlerë, ndoshta edhe i paaft. S'po përmendën tjera, por qyryk do të thot jo pozitiv. Si e komentoni këtë mënyrën e të bërit fushat, duke qenë se fushata po zihen tani dhe kryeministri ynë ka hyrë vrullshëm. Dhe duke se ka gjetur një mënyrë ndryshe për të thithur vëmendjen e audiencës, duke përdorur fjalë të tipit qyryk, autik, gjysmak. Po. Fushata është kjo që është dhe pjesa më e madhe e njerëzve të dinë. Fushata realisht nuk e ka vlerën që duhet të ketë. Sepse siç janë subjektet të njëanshëm, edhe fushata për secilin subjekt është krejt e njëanshme. Mirë po, ka kaluar në banalitet. Për shembull të ndëgjosh njerëz që thuhet do fitosh nos rrokun. Gati është një epitet popullor është, por fyes. Sipas meje, fushata nuk është në nivelin intelektual të saj që mund të fitoj me intelektualitet. Fushata përdor ato gjëra që i shkojnë për shtat, por gati llogarit dhe ne votuesit fushata thotë hajtë se këta kështu e dinë dhe na japin votën. Pra unë fushatës nuk i vjen not pozitive. Pse po orientojnë në këtë lloj mënyre të bërit fushat? Me këto termat e zhargonit, le të themi, zhargoni rrugës. Po. I ka gjetur sepse gati në distancë i ka studiuar njerëzit dhe i dinë që grupimet të tillë njerëzish edhe e pëlqejnë. Pastaj është hec, kush të fitoj, fal për etikën, kush ta haj. Kush mendon se e meriton ta fitoj? Sipas treguesve, edhe sipas sondazheve të cilët edhe besohen edhe nuk besohen, por gati me minus 3% që kanë dalë real, fituese është PS-ja. Megjithse, sipas vlerësimit tim në mënyrë të sigurt, nuk i takon që të jetë për herë të katërt në qeverisje. Jo se nuk është e aftë qeverisja jo, por njerëzit duan dhe opozitën, duan dhe një qeverisje tjetër. Dhe kjo qeverisje tjetër, kjo opozit, aktualisht, si që kërkojmë ne votuesit, realisht mungon. A mendon se ka ndikuar të gjitha mjetet e komunikimit të tipit media, emisione televizive, rrjetet sociale, për ta orientuar fushatën në këtë lloj zhargoni dhe për të bërë një lloj turme të tillë, siç e thatë ju që PS-ja fiton, duke qenë se PS-ja ka ardhur me këtë lloj zhargoni në fushat, i bie që dhe turmat ketë një lloj backgroundi të tillë. Po. Tani, realisht nuk është mirë që në mënyrë publike unë t'jem mbështetës, jem përkrahasi një subjekti politik, sepse nëse unë e pëlqej dhe jap votën, kjo nuk do të thotë se nuk e meriton krahu tjetër. Por në sfondin elektoral, midis dy subjekteve politike që dominojnë aktualitetin tonë shqiptar, PS-ja është me shumë avantazhe dhe PD-ja këtë e din, por nuk guxon t'i thotë. Nuk guxon t'i thotë sepse ka një lider, ka një udhëhes që ai nuk heq dorë, ai nuk largohet. Mirë po tani bota ka bërë të sajën, bota e ka shpallur në ngrata. E meriton se meriton, kjo është problem tjetër, po aktualisht Amerika, Anglia e ka në ngrata dhe bota perëndimore, sidomos bota perëndimore, nuk preferon qeverisje me një person në ngrata. Kështu që PD-ja gati është në mëkate të vetvetes. Pra i bie që jemi në monarki. Aty shkon, bi dakord me këtë mendim. Po partit të reja, kemi një filiz të re që e ja vlen që t'i japim një dorë që ta ngrenë?
Partitë e reja janë thjesht për listë. Vetë thjesht për listë. Natyrisht sipas meje. Kam idenë, qofsha i gabuar, kam idenë që edhe një pjesë e familjarëve të tyre nuk kanë parti votuar, sepse ata shohin interesat jetike, shohin interesat qeveritare, shohin interesat e punës, shohin interesat e shkollimit, pse jo edhe të ngritjes së tyre ekonomike. Po thoni partitë e vogla, po e shohin si një lloj biznesi. Kretë si biznes. Ata të marrin që mund të marrin, por ata, ja unë këtu për shembull kam një mendim që më jepet rasti ta them për herë të parë. Parlamenti ynë duhet të ketë një ligj të tillë, me një përqindje, se përsaktoj unë përqindjen. Deri këtu, nëse nuk e plotëson këtë përqindje, ç'regjistrohesh si parti, se s'ke hyrë në parlament. Atëherë, po që se ti je dhe organizohesh, regjistrohu prap. Sepse janë shumë emra parti sa që unë nuk jam në gjendje ti numëroj dhe ti them. Nuk i them dot, se janë shumë. A ja vlen që të hapi një parti të re për ta parë si biznes? Për si biznes jo, për si politik ja vlen, sepse ka ardhur koha, ta them këtë ka ardhur koha, gati qëllimet e veta ose kohën e vet e ka si cikël të mbyllur. PD-ja po edhe PSOE ka mbyll ciklin. Fitosh në një sistem demokratik mandatin për herë të katërt, sikur nuk shkon për elektoratin. Pse mendon se Berisha nuk do që të tërhiqet? Çfarë e ngacmon? Çfarë detyron që ai të rri fort? Berisha njëherë si individ, si lider, është jashtëzakonshëm, është i papar. Nuk ja ul dot një njeri të dytë. Mirë po subjekti që përfaqëson kaq vitesh me probleme që ja kanë krijuar dhe i ka krijuar vetes Berishës në mënyrë ultimative i thonë largohu. Sot për sot thuhet Rama ik, por sot për sot ose pas kësaj kohe, pas këtyre zgjedhjeve duhet thonë Berisha ik. Se ka jemi në fushat elektorale, duhet të themi Berisha ik. Patjetër që po, sepse PD-ja në nivelin kombëtar është një arritje, është vlerë kombëtare. Dhe PD-ja nuk ka veç Berishën 30 vjet. PD-ja ka drejtues të jashtëzakonshëm. A mendon se Rama është aty ku është fal Berishës? Jo, Rama është kaq i zgjuar, kaq i ditur, kaq i zoti sa që Berishën e përdor edhe si opozit, por e përdor edhe për pluset e veta. I përdor Rama? Rama. Apo ka një lloj bashkëpunimi të dy, marrëveshje të fshehtë? Jo, bashkëpunimin mund ta kenë personal, jo partijak, por Rama pa Berishën nuk bën dot. Por dhe Berisha pa Rama nuk bën dot. Është mendimi im. Ju jeni? Unë jam Hamdi Suka, ish mësues letërsie, tani drejtoj një klub letrar Pjetër Budi në Mat. Pensionist moshë të ret. A jeni kënaqur me pensionin? Nuk jam i kënaqur fare, por nuk kam ç'të bëj, nuk kam ku kërkoj, nuk kam kujt janë kohëm, nuk kam kujt i qahem. Në të tilla pozita, ky është stadi ynë i zhvillimit, nuk ka tjetër, për momentin. A jemi në fiks momentin e duhur për të bërë një lloj, s'po themi proteste, por për të ngritur zërin si popull, për të mbledhur ato të gjitha pakënaqësitë tona dhe t'i vëmë para një lloj përgjegjësie këta që na drejtojnë dhe këta që pretendojnë për të bërë prap ata drejtuesit tanë ose si më thënë kamzhiku i kësaj shoqërie. Jemi në kohën e duhur, por shumë fishimi i këtyre partive fantazma po e quaj, kërkojnë ndjes për etikën, ne nuk mund bëjmë më shumë se kaq. Po nuk u shporrën këto nga parlamenti me përqindje me ligj, ne do të mbetemi këto që jemi. Shumë faleminderit, qofsh mirë. Ishte një analizë shumë e mirë. Për Partinë Socialiste. Pse mendon se është partia më e mirë dhe ja vlen për ta votuar? Atë du. Më ka bë. Çfarë bën më të mirë ajo, ndryshe nga këto të tjera? Më ka dhënë pronat. Që kam ke bulevardi kaq. Ti ka dhënë? Po. I ke marr? Po më ka marr. Edhe për ne. A të duket që me Partinë Demokratike të jemi këtu me atë. Pse e ke ndryshuar partinë? Vetëm pra që mora pronë. Ke bulevardi, ka nonën. Ke pa vetëm interesin? Po interesin. Interesin gjitha. Si po duket kjo situata politike tani? Çike e ngatërruar me i çikështu, jo me këtë, jo me atë.
A mendon se burrat shqiptar janë çyryk? Ja. Dhe ka thonë për gjë tjetër. Ç'a gjë tjetër? Po domethënë që nuk mendojnë për ato. Gratë mendojnë ndryshe, burrat mendojnë ndryshe. Vetëm të pjesa e kësaj. Po. Domethënë mënyra se si po orientohet fushata, a ndikojnë mediat, rrjetet sociale të gjitha? Po, mediat po. Pra, ne si popull e duam këtë lloj tallavaje? Jo, mos. Edhe duam edhe se duam. Qofsh mirë. Se cili ka të mendimin e vet, e kupton? Unë vetëm për pronat. Kam marrë pronat, ke bulevardi, kam 3 hektar. Kjo garanci. Ti në rregull. I kam marrë lekët e për... E për një hektar tokë, ne i dhënë lekët. Kaq mjafton. Kaq. Pastaj pjesa tjetër. Kam dhe domje, kam 12 hektar, nuk mi kanë dhënë. 7.500 Pse si kanë? Unë, për sfida më dhja. 7.500 Lagun e kam nga domje. Nonën e kam nga Tiranë. Ky 7.500 S'mi kanë dhënë. U bë për të ngatëruar, apo për të prish punë, apo për të ndrejq punë? A shumë i morën tjerët. A ka qenë arsye që ti ke lënë PD-n për këtë 7.500? Po. Nëse aty ke bulevardin mi dhënë. Nonën e kam Tiranë. Te bulevardi kishit pronat tuaja? Po. Kurse në domi e keni marrë me 7.500? Si kam dhënë, s'mi kanë marrë. Pretendon që ti marrësh? Ako, as kam e marrë, ja. Po ne dhënë këto Këshillit e Evropës, to që... E ke çuar Këshillit e Evropës? Po, nuk e dita që do bëhet. Faleminderit, qofsh mirë. Që e shoh televizionin? Në YouTube jemi shqeto. Qa do me thënë fjala çyryk? Ti e di me mirë se unë zë thot çyryk. Çyryk në metaforë zë thot asgjë, shaka. Me seriozitet është e pjesa që do ta ulësh tjetër në kuptimin, po jo dinjitoz. Jo, jo me dinjitet, nuk mund të thush çyryk tjetër që është dinjit. Ka një dinjitet të vetin, mund të thush gjysmak. Fjala çyryk nuk është e pranueshme. Si është më mirë ti thuash çyryk dikujt që është me personalitet të plot, me vetdije të plot dhe është i rregull nga ana shëndetësore, apo dikujt që është realisht? Ti të parit, sepse ai e di që nuk është çyryk. Dhe kryeministri nuk e ka thënë, të kuptova, nuk e ka thënë me kuptimin e uljes tjetër, ka thënë me kuptimin e metaforës që ti nuk voto për mua, janë dasira politike. Po ti nga e di që unë e kisha pikërisht për këtë. Ju jeni djem shumë të mirë, jeni shumë paranesh me aktivitete, me pyetje që bëni, po duhet ta kuptojmë metaforën, një luftë politike o luftë për dy fronte, lesi që bëni 25 parti. E mojtë e djatha. Tani këto se kush... Nuk jo munaj që gjykojnë kryeministër. Jo, ne kemi dalë tu për të marrë fiks mendimin. Fiks mendimi im është se ajo është një thënie në mënyrë metaforike që edhe i nuk duhej thënë, por që në mënyrë faterike edhe për do. Po jo, gjykojnë suni, dihet mirën dhe të keqen. Si po ju duket kjo? Gazetari duhet të luajë, po ka një ekuilibër, të vërtetën. E vërteta është që e ka thënë. Po e vërteta tjetër është që ai nuk e ka thënë se janë çyryk vërtet njerëzit. E di, unë jam në gjendje të kuptoj një drejtues të një formacioni. Po dikush... Ajo ishte gabim. Jo, edhe kërkoj dhe duhet mos e kështë thënë. Se fëmijët, unë kam vetëm një rast ati profesorit që me zjekarit fëmijën dhe i dri dhe i tropi kur thoshte se fjala autik është goditje. Po i kemi gjetë një fjalë tjetër, i kemi gjetur ndryshe. Nuk do i thënë, janë shumë fjalë që njeriu nuk është shejtor, edhe i kryeministër gabon, po bën autokritik. E të gjithë vetaj. A mendon se ishte e qëllimt kjo gabimi? Ja, nuk janë qëllim ta. Jo e qëllim fiks për të ullur atë stres saktuar. E qëllim për të kalu situatën e zgjedhjeve, se janë gjëra që kuptohen. Po që i thot fëmijëve, kodën në Google shihni fotën një amigo. Atë në lojra fjallësh. Në Google kanë hyrë ato me pa edhe president pa. Nuk duhet marrë buba. Unë nuk e gjykoj në këtë prizëm që e thoni ju. Pse? Sepse ai është një njeri publik, nuk ka qenë publik, ka punu si çdo emigrant, e tjetër me radhë, po pjesa tanishme kur thuhet, dhe me thënë, nuk është mendimi për të ofendu tjetrin, është thjesht për të përfituar diçka, për të thënë që ju që votoni atë si një burrat mirë, jeni fjala çyryk është kjo. Qofsh mirë. Respekte. Respekte. Jeni djem shumë.
Mirë, me që ti e nxorë kështu temën e bisedës, si është më mirë të mbulosh thinjat me kapele apo të zhvishësh fare nudo? Më mirë zhvishësh fare. Shqeto, Po, shqeto. Lisho. Lisho. Qyryk. A të filloj të lathi para apo të qyryki? Qyryk është më mirë. Po jo, të thoj kalamajve, shinin në Google dhe fotonin edhe shifnin kryeministrin shqiptar, shifnin Lakuriq. Nudo. Qa do më shumë nudizëm? Ku shtrihet? Për kë po thoni? Gazetarja e përputhe. Dekolteja deri këtu, shtrihet edhe në barkas, e do me imitu. Ose për qyryk. Si e komentoni këtë mënyrën Si komentoni skandal, kryeministri shqiptar do të ishte arrestuar. Që ka folë për Google-in, fotonin Google se do shifni Edi Ramën Lakuriq, kryeministri shqiptar. Si të komentohet në gjë kjo? Bota do arrestojmë, për shembull, për pedofil. A ja vlen që të dalësh nudo për i fushat? Nudo për fushat. Nudo s'del askush për fushat, as për asgjë në botë nudo s'del. Edhe në plazhi është ka pjesë. Lakuriq se një njeri që shkatëron Shqipërinë. Se nuk kemi më fuqi për të rindërtuar dhe herë vendin. Si e komentoni të deklaratën e Tiranës, që thotë shkoni në Google, klikoni dhe të kërkoni kryeministrin nudo? Këto janë lojra gazetareske për mendimin tim. E ka thënë vetë ai. Më duket, po, sot jetoj me që mund vëm në gojë çdo gjë për cilin do. Ka thënë, hapni telefonin, kërkoni në Google, Edi Rama, nudo. Po mirë. Po zotëri, si ka thënë Rama do? Si ka thënë mulla? Si ka thënë Rama, i thënë gazetarët, i thënë mediat, i bëjnë inteligjencë artificiale. Pse mendon se media reagon kështu? Se jemi mbushur deri këtu Me çfarë? me lloj makinacionesh të medjes. Kush e ka mbushur media me makinacion? Vet ju gazetarët. Çka gazetari jeni valla? Ha. Çesha, ku ka thënë? Ai thotë edhe fletë, gjëra të mira. Si po ju duket kjo fushata? Shiko, nuk është ajo që në do ta shikoni nudo. Për mendimin tim, klikoni sa të doni, unë nuk marr vesh nga teknologjia e re. Ti ke klikuar? Jo. Nuk di. Ja, më shumë, a ja vlen domethënë që ta përdorësh këtë si truk, sepse kjo është një ngjarje që ka ndodhur disa vite më parë dhe a ja vlen që ta rikthesh prapë për fushat në 2025-ën? Jo. Që të shkojmë tek më tepër është tek që mos dalim tek ato kundërshtit tona të brezit tim. Nuk mund të klikosh për të parë kryeministrin nudo, se je vetë i tillë. është gjysëm nudist. Nuk është nudist i plot. Nudo do të thot i plot. Tregoje, tamam. Edhe ja, kjo është loja gazetarisë. Kjo është loja gazetarit. Që e kanë lënë. Që e kanë lënë gjysëm nudo. Nuk është nudo. E kanë lënë gjysëm. Nxirë komplet. Nxirë komplet. Ato që pashun nuk është e vërtet. Jo, që t'ju besojmë plotësisht. Si gazetar, nxirë plotësisht. Po, që të besosh. Komplet që ta besoj. Jo. Pse nuk e nxjerrë sot ai, ta nxjerrë komplet gjithë. Ta Po nxjerrë pra, sot ai. po. Se ka mo. Kush sa? Me që fillove the, është truk gazetaresk. Po. Nga ajo çapë ti, brenda kuadrit gazetaresk, është okej, sepse ne si gazetar s'mund të nxjerrim tash se çaj teket X-it. Shiko, ka gazetar që përkrahin YZZ-t, ZGL-t e të tjerë, që për mua nuk është normale. Pra, kur vetë gazetaria, përse mos e bëj edhe individi, qoftë edhe kryeministri. Kjo është. Jo po të shohim të mbuluar, që tash na i kanë vënë dhe kapele, që të mbulohet plotësisht. A më mirë ato apo më mirë nudizmin? Mirë, me që ti e nxorë kështu temën e bisedës, si është më mirë të mbulosh thinjat me kapele apo të zhvishësh fare nudo? Më mirë zhvishësh fare. Shqeto? Po, shqeto. Lisho. Lisho. Me këtë metodë, a ja vlen që ti ta fitoj mandatin e ka? A e meritone? Edhe të pestin bile. E meriton? Edhe të pestin. Ashtu nudo? Po, nudo.
Po, edhe të pesin e meriton. Po ja, qarë mund flasë, po qarë nuk do të dali ai tjetërim. A do dali dhe ai tjetërim? Vetëm lëkurat. I themi që dali dhe ai Nudo? Nuk del dot ai se ka frikë. Ka frikë, jo turp, po ka frikë. Dhe një thirrje tjetër që dali Nudo që të fitoj. Në ke burni, dilni dhe ju, Nudo. Se s'kan? Po, S'kan burni? ti, a? Nuk kanë burni? Po s'ka. Kandari, Kudri, do pranonit një drejk me Ramën Nudo? A do pranoni një drejk me Ramën Nudo? Jo, se unë jam kundër. Jam kundër nudizmit vetë. Po jo, unë, flasë unë. Unë si individ. Doni qini tjerë për fit nuk dilni? Po. Knaqesh? Po qa gazetari shtrijet shumë, gazetarja shtrijet shumë. Qa do më shumë nudizm? Ku shtrijet? Për kë po thoni? Gazetarja e përputhe. Dekërteja deri këtu, shtrijet edhe në barkas, e do me imitu Maria dhe Filipe. Aman, që gazetar. Nga jo, pikërisht pa te kjo temë do e dili edhe unë që media, rrjetet sociale, gjitha këto, a kanë ndikuar tek ky zhargon i kryeministrit? Sigurisht. Besoj sinqerisht. Ju personalisht për tesha ka si ju duket kjo mënyrë e të bërit fushat? Nuk është shumë komode, nuk është, për mua është në ndërshirllëk, për mua. Pse mendon se ka zgjedhur këtë lloj? Po ti krahasosh këto të dyja? Pse mendon se ka zgjedhur këtë lloj zhargoni për të përdorur për fushat? Po, tash ai vetë di, unë nuk mund të hyj në psikologjinë e tij. A jemi në një shoqëri që i pëlqejnë këto gjëra dhe një turm që mashtrohet me këto pas mureve, pas pemëve, pas çdo gjëje, po jo kështu live, të gjithë i pranojnë. Po live askush, sepse të gjithë kemi motra, kemi vajza, kemi gra. Kështu. Po të marrësh një rast tjetër, ishte ky termi i fjalës çyryk, dhe mbrapa pastaj filloi dhe përgënjeshtroi dhe tha nuk kam asgjë me këta persona me aftësi ndryshe, përkundrazi do t'i mbështesin dhe shpalosi programin. Si ishte, për mendim tim, nuk ishte për të degeneruar apo denigruar njerëzit me aftësi ndryshe. Nuk ata mendja. A ishte një karrem për të shpalosur programin për ata? Ndoshta, apo nuk mund të marr përsipër që qofsh mirë. Të gjykoj. Faleminderit. Faleminderit. Suksese kudo. Respekte. Po ne Çfarë përgjigje i jepni juve? Ne. Kryeministrit. Kemi ardhur të pyesim ju njerëz si zonja. Jo, më Çfarë mendimi keni për meshkuj? Mamini mashallah. Po jo, më çfarë qyri ku jeni? Po i lejtë se aja fut kot. Se mos mja plak vet. A, kam me veten e vet. Mos na merr. Një vetë kujtini. Sheto në YouTube. Kush është Sheto kjo? Klikoni në YouTube. Sheto. Edhe nxjerrin YouTube tani. Te YouTube je. Të më nxjerrin në YouTube. Nuk keni qenë, keni shumë djem të mirë. Të tërë meshkuj shqiptar janë super. O ty të lund goja, po ecë mbushja mendin atij. Kryeministri shqiptar na ka ofenduar rënd ne meshkujt e Shqipërisë. Kur? Ka thënë që meshkujt shqiptar janë çyryk. Që çyryk ka thënë, po nuk e di unë jeni vërtet apo sini? Ju si mendoni? Po mos më merrti mua tash. Ju si mendoni? Jemi apo sini? Jo, më ala me çuna shini. Po ju çfarë përgjigje i jepni? Po ne pse na përgjigje i jepni juve? Ne. Kryeministrit. Kemi ardhur të pyesim ju njerëz si zonja. Jo, më Çfarë mendimi keni për meshkujt? Mamini mashallah. Po jo, më çfarë qyri ku jeni? Po i po lejtë se aja fut kot. Se mos mja plak vet. A, kam me veten e vet. Mos na merr. Një vetë kujtini. Sheto në YouTube. Kush është Sheto kjo? Klikoni në YouTube. Sheto. Edhe nxjerrin YouTube tani. Te YouTube je. Të më nxjerrin në YouTube. Nuk keni qenë, keni shumë djem të mirë. Të tërë meshkuj shqiptar janë super. O ty të lund goja, po ecë mbushja mendin atij. Po një koment të shkurtër për këtë pjesën që ju thot atyre fëmijëve, futuni në Google, kërkoni kryeministri Nudo. Nuk e di pse unë zitua ashtu. I kërkon votë në ai atyre? Po të kujtë ata adoleshentët zvotojnë. Si ka mundësi që arrin? Nuk e di është ide. Ku di unë ç'të them? Çfarë mendimi ti jap, nuk e di. Se s'dua ta prish. Kush do ta fitoj? Kush do ta fitoj? Po me marifete me këto, a ju me duket se do ta fitoj. A ju me duket se do ta fitoj me marifete me këto. Unë jam për këto partitë e reja. Për këta
Kush është? Shurnatari. Njeh në Po agroni i mirë është. Ajo llapa ishte mirë. Ajo gruaja si quajnë atë Elena Kocaqi, shumë e mirë është. Shumë e mirë është. Nuk e di, nuk e japin aty. Janë mësuar me këto. A mendon se ja vlen të hapim një parti për biznes? Po patjetër, pse mos hapi? Të hapim një parti për biznes, për ta parë për të pasur pushtet, për të qenë. Unë tash kush më shumë unë jam pensioniste. A jeni të kënaqur me pensionin? Më shumë, jo. Marr jashtë pensionin pa këtu opingën e sherrës. S'marr shumë. Ku merr pension? Marr në Belgjik. Në Bruxelles. Po si ka mundësi që atje t'japin person, edhe aq më mirë një shqiptar, Po kam punuar. kurse këtu në Shqipëri, po këtu s'keni punuar fare. Edhe këtu kam punuar, po. Sa vite keni punuar këtu, sa vite keni punuar? 26 vjet. Atje kam punuar 15, atje marr më shumë. Pyetja është, a janë meshkuj shqiptar çyryk? Po, patjetër. Ka dhe të mirë, ka dhe të këqij, si gjithë bota. Na ka klasifikuar kryeministri si gjithë një thes, ose ata që votojnë kundër. Kryeministri mund të jetë bazuar në interesat e tija në kohën që ka folur ashtu, dhe nuk duhet, sepse është mashkull vetë dhe nuk duhet të thotë për të gjithë meshkujt e tjerë se si janë. Ai për veten e vet ka thënë dhe këtë tjetër, i thotë kërkoni në Google dhe do shihni mua nudo. Nuk e di tash sa të vërteta janë gjitha këto, nuk më pëlqen politika, po nëse është e vërtet nuk ka bërë mirë që e ka thënë. Problemi është që të gjithë jemi njerëz dhe nëse nuk e respektojmë njëri tjetrin, gjithmonë do të përballemi me karaktere të ndryshme dhe do dalin gjëra të tjera të cilat ato nuk do të jenë shumë të pëlqyeshme. Prandaj do jetë e mira që të gjithë njerëzit mos flasin keq negativisht as për femrat as për meshkujt, sepse të gjithë jemi njerëz dhe kemi të drejtën e Zotit të jetojmë dhe të jemi ata që jemi. Karakterin tonë s'mund ta ndryshojmë për asnjëri dhe nuk është e nevojshme ta ndryshojmë, sepse jeta na takon vetëm neve. Ju ku jetoni? Unë jetoj në Amerikë, po kam ardhur në Shqipëri. Habitet tani. Jo, pse kështu kam qenë dhe kur isha këtu, njeriu nuk ndryshon. Mund të mësoj pak, po nuk ndryshon. Karakteri është i lindur, nuk ndryshon. Natyrisht, duke shkuar në vende të tjera, kam parë dhe disa vende të tjera, më kanë ndikuar pozitivisht natyrisht edhe puna që bëj, por problemi është që karakteri im, dhe këto fjalë do me thënë, shtyhen nga dhe nga brëndësia e karakterit tim që mua më pëlqen dashuria edhe uniteti, dua që gjithë njerëzit të jenë të bashkuar. Tirana është bërë shumë e bukur po nëse do ta krahasojmë këtu e 35 vjet që kam ikur unë, por janë dhe disa gjëra që nuk më pëlqejnë, mua personalisht, që shikoj edhe të tjerë që nuk i pëlqejnë nga njerëzit që ne që vim nga jashtë e duam Shqipërinë. Vim dhe japim lekun ton këtu, vim se kemi mall. Edhe shikojmë që disa institucione nuk na respektojnë, por na shikojnë si bank, që duhet të japim që të bëjmë një punë. Kjo je Albania për mendimin tim, ishte një diçka e mirë, por ato ëllësirat që ka nuk janë dhe aq të mira, domethënë. Jeni aty pas telefonit. Jo vetëm ajo, po është shumë e vështirë për një njeri që të nxjerrë një certifikat lindje ose një certifikat vdekje, duhet të shkojë të shikojë 3 veta, të presi disa ditë, të ketë mundësinë domethënë me këto internetet e Vodafonit që janë kot fare, të paguaj çdo njëri nga 10.000, 10.000 këtu, 10.000 atje, 15.000 këtu, 15.000 atje që të marrësh. Që të marrësh një certifikat. Ndërkohë që ajo certifikata dhe çdo gjë që ka të bëjë me popullin duhet jenë falas. Kë paguan? Si e paguan? Po paguan këto njerëzit e mesëm. Po me anë telefonit. Jo, nuk është me anë të telefonit, duhet të shkosh në telefonin e tim për shembull ose të shumë njerëzve që vinë nga jashtë, me këto kartat e Vodafonit që kemi neve nuk na lë që të kemi shumë internet dhe nuk na jep, domethënë, website që neve duam. Dhe ajo që duhet të bëjmë është që të shkojmë të gjejmë këto njerëzit që janë për kancelarira, ti paguash ata, të shkojnë të bëjnë aplikimin, pastaj duhet shkosh ke bashkia, duhet të presësh radhën atje, të dëgjosh policin që thotë mbaj radhën, na thua se po i flet kafshëve dhe jo njerëzve. Pra ju po thoni që edhe pse është investuar miliona
lekë. Janë shumë gjëra të aplikacionin prapavetura. e-Albania, ka pra probleme dhe ti duhet të paguash. Shumë Nëse probleme. do shkoje të paguaje Mua më ka qelluar për disa gjëra të vogla të paguaj të paktën deri tani 50.000 lekë. Pra, Për çfarë arsye? Po flasim për një shtetase amerikane, e cila vjen jeton nga për Greqia. X ditë në Shqipëri dhe nuk e gjen zgjidhjen tek aplikacioni e-Albania. Jo, nuk e gjen me njerë, nuk e gjen ashtu si duhet. e-Albania i ka dhënë të drejtën vetëm avukatëve ose atyre që punojnë në kancelarira, ose disa njerëzve të partikular që thonë, disa njerëzve të veçantë që të bëjnë gjëra të tilla, sepse nuk është edhe aq e thjesht për një njeri popull si puna ime të shkojë në e-Albania dhe të gjejë ato që duhet. Dhe pastaj ne që vim nga jashtë, nuk e kemi shumë të lehtë sepse neve s'marrim kompjutera me vete, që të kemi mundësi të printojmë e të bëjmë. Kudo që shkon do të paguash këtë dhe i vjen puna që për një certifikat që duhet shteti t'ja japi banorit shqiptar, t'ja japi falas dhe t'ja japi në moment, duhet të kaloj edhe 3-4 ditë për shkakun që të marrësh një certifikat. Kjo është një gjë që shumë e prapambetur për mua, edhe Shqipëria nëse do të futet në Evropë, nuk ka mundësi të futet me hollësira të tilla që janë banale për mendimin tim. Janë gjëra që aq elementare që mund t'i bëjë çdo njeri. Pse mendon se ndodh ky ngërç? Nuk e kuptoj, nuk di dhe nuk dua të them diçka kur nuk jam e sigurt se për çfarë, por edhe një gjë tjetër që shikoj është edukata e punonjësit në Shqipëri. Vete për shembull atje dhe menjëherë të shikojnë se çfarë flori ke veshur ose nga je pyetja parë ose që të shikojnë se sa do të bëjnë charge, si thon, sa lek do të bëjnë, që i ke borxh. Edhe kjo është një gjë shumë e keqe sepse E keni vërejtur ju këtë gjë? Po, kjo është nga eksperiencat e mia. Përgjithsisht në institucione shtetërore, Në private, institucione- lokale, dyqane. Pothuajse në të gjitha. Edhe në një lokal të shkosh të marrësh një kafe, kamarieri nuk e ka edukatën që të vi thotë mirëmëngjes, si jeni, çfarë mund të shërbej, ose kur të sjell atë faturën ta hedh aty, dhe ajo gjë që nuk është shumë ofenduese për një klient është që të shkosh në një tavolinë, të marrësh kafe ose ta hash dhe ndërkohë përpara se të ka të ardhur ushqimi, të ka ardhur fatura. Po dale ore. Nuk i ke besim klientit ti. Mua më ofendon. Unë kam ardhur për të ngrënë ose për të pirë kafe, nuk më pëlqen që të shikoj faturën përpara të ma vësh mua aty. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm në Shqipëri, fatkeqësisht ndodh edhe në Greqi. Edhe mua më ka bërë përshtypje. Për shembull në Amerikë do thuash ti janë të gjitha gjërat më të përparuara, por ajo që është më e përparuar në Amerikë që duhet gjithë njerëzit ta kuptojnë, është edukata që të jep sistemi i tillë atje që duhet ta respektosh tjetrin. E do se do, i pëlqen fytyra jote as i pëlqen, do ta respektosh, sidomos në publik. Kurse këtu njerëzit nuk të respektojnë. Pra, Të flasin sikur i flasin. Kjo ishte një panoram e një shtetase shqiptare që jeton në Amerikë se si e shef Shqipërinë, apo jo? Po, në këto momente që kam ardhur, natyrisht thash disa gjëra të këqija, por nuk dua që të harroj të them gjërat e mira. Që shikoj lokale shumë luksoze, shikoj edhe pallate shumë luksoze, por atë që i kam thënë edhe në Facebook, në live që ka bërë presidenti, pyetja ime ka qenë, kur jeni duke ndërtuar këto pallate 40 katëshe, Po ta shikosh kohët e fundit Shqipëria ka marrë një zhvillim, siç e thatë edhe ju që nuk do themi vetëm gjërat negative, por do themi edhe gjëra pozitive. Dhe një ndër ato të cilat ju cekni janë ose është ai krahasimi midis kohës së diktaturës të Enverit që ka pasur kushte të tjera, kanë qenë kushte primitive që tek mënyra se si shtroheshin kanalizimet ose mënyra si ndërtoheshin pallatet, sot teknologjia është në një nivel tjetër. Jo vetëm në një nivel shumë të lartë. Po, në një nivel shumë të lartë. Nuk krahasohet. Ju si e shikoni këtë ndryshim? Shiko, unë jam një njeri që dua të shikoj dhe pozitive dhe negative, dhe e vërteta gjithmonë nuk i pëlqen shumë njerëzve. E vërteta është që po, ka bërë përparime për sa i përket ndërtimit Shqipëria dhe më shumë Tirana natyrisht, por nga ana tjetër, po të krahasosh një pallat të kohës e Enverit që është me 5 kate, është ndërtuar dhe një 6 katësh, dhe tani nuk ka ujë, unë jam e çuditur, si ka mundësi që kur po ndërtoni këto gradacela me 20, me 30, me 40 kate, si do shkoj uji aty sipër? Pra ju po thoni që në kohën e Enverit ka pasur 24 orë ujë? 24 orë ujë. Unë kam ikur përpara se ta hapej Shqipëria, se nga që kam qenë përkthyese, nga gjuhët e uja që punoja me Alp Turizmin, kam ikur për vizit atëhere, por nga që u hap Shqipëria unë ndënja, edhe prandaj e di domethënë këtë diferencën.
kur erdha mbas 15 vjetëve, 20 vjetëve, kur erdha mbrapsh para 3 vjetësh, 25 vjetëve, e gjeta Shqipërinë që nuk gjeja dot shtëpinë time. Mirë është që të kesh gjithë. Po, ka ndryshuar lagja, janë mbyllur domethënë bëhen parkime përpara penxheres time, që nuk mund ta hap penxheren. Dhe ajo që është më kryesorja është që nuk ka ujë Tirana. Të qofse do që të përhecësh, ta kesh popullin tënd të jeti në mirëqenie, e do popullin tënd që të jeti i bukur, të jeti i pastër, të jeti i edukuar, edukata fillestare fillon tek uji. Ke higjena. Në qoftë se unë nuk kam higjen dhe unë do lahem një grua 65 vjeç të lahem unë me ujë të ftohtë, është turpi i botës. Edhe kur ja thua, qeshin njerëzit. Mëse nuk gjet gjë. Nuk është puna se do më gjej gjë. Po në qoftë se unë dua të jetoj si përpara Enverit, atëherë le ta kthej me kokën atëherë. Po në qoftë se kemi një qeveri tashti që e luan veten moderne dhe bën gradaçela, atëherë duhet që të di se çfarë i bën popullit. Sepse për mua është partikular ai president, sepse do që t'i japi jetë të mirë vetëm disave që kanë para, të shkojnë të jetojnë mirë. Kurse populli tjetër çfarë është? A paguajmë neve taksa? Paguajmë. E po ja që bidonat ishin me vrima, prandaj nuk erdhen. Tashi, është edhe një gjë tjetër për punën e makinave. Pse trafiku nuk respektohet? Më përmende pak më parë, the që tek penxheria ime parkojnë makinat. Ke pas një rast janë zënë për parkimin aty? Çdo ditë, ore minut. Pasaj mbrapa pallatit tim janë dhe njerëz grupe që kam dëgjuar, unë si kam parë, unë vetëm kam ndjerë erën, që po ta kesh penxherën hapur, të gjithë janë duke pirë marijuana. Po, çfarë bën policia? Dhe rajonin e policisë e kemi mua aty afër. Pi bashkë me ata. A nuk e di atë, unë nuk e kam parë, nuk mund të them. Tashi tjetra është një problem shumë i madh që të gjithë njerëzit kanë marrë makina. Bravo i qoftë. Për mua, unë them që Tirana ka më shumë makina se sa ka njerëz. Tashi që të shkoj njëri për kafe, që këtu e deri atje do marri makinën që të tregoj Mercedesin. Dhe pyetja është, ku i gjeti Mercedesin ky shqiptar, që ri gjithë ditën në kafene me një kafe macchiato që bën 100 lekë. Ku i gjeti lekët të marri Mercedes? Unë jam në Amerikë, punoj, kam pas bizneset e mia gjithmonë dhe unë Mercedes nuk kam. Më fal. Kjo është, le të themi, deri diku paragjykim, por është e drejtë konstatimi. Jo, nuk është paragjykim, është fakt. Po ndërtimet që janë bërë, për shembull, po të marrësh në një X zonë të caktuar, më përpara, në kohë që ju keni ikur, mund të kenë qenë 20, 30 ose 40 familje, shtëpia 2 kaçe, 3 kaçe dhe sot aty është bërë një pallat. Po. A mendon se duhet parë ndryshe kjo gjëja e ndërtimit, sepse në 20-30 familje mund të kenë qenë 20 makina ose 15 makina. Sot është bërë një pallat me 200 hyrje, janë bërë automatikisht 200 makina. Ndoshta ndikon dhe kjo tek pjesa e trafikut. Po ndikon, prandaj ata që ndërtojnë shtëpia dhe pallate duhet patjetër, është e domosdoshme për pollution, për ambientin, për shëndetin, që të ketë, domethënë, parkime nga poshtë. Si e ka zgjidhur Amerika këtë problem? Në Amerikë varet se në çfarë qyteti je. Ju për parkimin aty? E para punës unë të shkoj në një mall ose të shkoj në një supermarket, çdo supermarket të jep parkingun e vet. Shkon e parkon makinën si zotëri, edhe as nuk paguan asgjë, futesh brenda, bën psonjat e tua dhe futesh në makinë dhe ikën në shtëpi. Kurse këtu duhet të ngarkohesh, nëse do të marrësh për një familje të madhe. Më vjen keq që shikoj gra këtu edhe burra që janë të moshuar dhe janë duke ecur në rrugë me shishet e ujit ose ato që janë shumë të rënda. Është shumë e dhimbshme të shikosh një gjë të tillë. Pastaj dhe këta shoferat e rinj që dalin, më bën përshtypje që ke autobusin përpara dhe nuk e respektojnë autobusin. Edhe kalojnë kështu, futen skiç që thon, edhe nuk respektojnë shenjat e linjave, si i thon. Nuk ka linja këtu. Dhe pastaj papritur të del ai policia aty dhe të jep një gjob se thot po kalon te kalimtari dhe ti nuk e respektove. Po çfarë të respektoj unë kur kalimtari nuk e shikon dritën që duhet kalojë para punës? Edhe e dyta, kur ti ke 2 linja dhe këtu ke 5 makina që të futen njëri përpara tjetrit, është një kaos. Nuk është as kulturë, as edukat, as nuk është diçka e lehtë për popullin. Do thuash ti që çdo njeri nuk e ka gjithë përgjegjësinë qeveria, por transportin publik qarkullon nëpër gjithë Tiranën. Po, edhe ajo duket transporti publik në Tiranë. Më pëlqen.
Ajo doja ta thoja që autobuzat më pëlqejnë, linjat e autobuzave dhe nuk më bën përshtypje që nuk rije duke pritur gjysmore që të vijë autobuzi. Vin shpesh, edhe vjen fatorinua, paguan dhe çdo gjë është në rregull. Më pëlqen jashtëmase. Për sa i përket taksive. Ka mbimbushje? Nuk e kam parë unë që të ketë mbimbushje, mbase edhe nuk mund të flas për të se unë qarkulloj më tepër me këmbë, se është edhe një çik kështu kënaqësi që të shikosh vendin. Dhe këtu ku jemi për shembull, që ditën e parë që erdha më bëri përshtypje. Pse duhet të jetë kjo rrëmuj këtu në qendër të Tiranës? Ç'janë tër këto pemë që nuk bëjnë sens? Rregulloji, bëj lulishte, të vi njeriu të ulet këtu. Shiko tash që ka ardhur ai Xhaxhai atje dhe është ulur nën hije. Po çfarë ka aty? Ka kabel. Çfarë janë ato cable që janë aty? Po shërbejnë për ujitje. Po nuk ka rëndësi, ato duhet të futen poshtë në dhe. Mund të futen poshtë në dhe dhe vetëm koka që bën spring ajo të jetë që ke yjet nuk i lën dot, por problemi është që nëse njeriu do ta bëj punën tamam, siç e bën gradaçelën kaq të madhe, mund të bëj atë gjë që ajo është elementare, kështu që nuk mund të besoj që nuk e din. Edhe pyetje të fundit, na thuaj një gjë të bukur, të mirë ose të keqe për shëndetësinë. Mirë apo keq? Qëllova që shkova ke një doktoresh. Edhe në momentin që po më fliste, para punës as nuk më vizitoi, vetëm po bënte muhabet. Pastaj për një moment vjen një hap derën, një grua dhe një infermiere natyrisht, hap derën dhe i thot: "Doktoresh, po na vjen kontrolli, shpejt." Edhe një të ngritur ajo që të vishte bluzën e bardhë. Dhe jo vetëm që nuk më dha mua kujdes fare që isha paciente e asaj, po dole jashtë derës që të lajmëroj të tjerët dhe njëkohësisht mori telefonin të lajmëroj doktoreshat të tjera në dhomat e tjera që vishni bluza se po na vjen kontrolli. Tashi përfundimet i nxjerr vet. Çfarë të them unë më tepër? Shëndetësia falas. Shiko, shëndetësinë është budallik ta mendosh ose të thuash që është falas, sepse ndërkohë që paguan taksa, nuk është falas. I ke aty brenda të gjitha. Populli i paguan të gjitha. Taksat e dim të gjithë. E pra, po aty ke edhe për shëndetësinë, edhe për arsimin, edhe për rrugët, edhe për gjitha. Për mua më mirë të ngrihen pak, si i thon taksat, që të bëhen rrugë të sakta, që të shikosh këta plej që hecin dhe mos jesh me frikë se do bien në një grop edhe do rrëzohen. Shiko, taksa ne i paguajmë dhe nuk është askush kundra. Po flasim për shëndetësinë ti kur hyn sapo the për rastin që ishte një rast i tillë që ndodhi kjo gjëje. E para pse duhet ndodh ashtu? Pse duhet të ndodh? E dyta, ke vënë re që a marrin lek doktorë shqiptar, ti si mendon? Atë nuk mund ta them se mua nuk më ka ndodhur. Jo. Nuk mund të them. Por atë që pash tjetër është kur vajta në laborator, ishin dy vajza, jashtëzakonisht të mira, shumë të ëmbla, i shumë e kënaqur nga servisi i tyre, por ajo që nuk më pëlqeu ishte ambienti. Ambient me perde. A jemi as në kohën e Enverit nuk kishim ne. Unë mbaj në mend ambulancën e lagjes 5 që ishte mukja, nëse e mban mend një infermier që ishte një menam me një mustaqe, një burr shumë i mirë, edhe ai atë dhomën e laboratorit kur bënte gjilpëra dhe kështu e kishte të mrekullueshme. Kishte tavolinën e vet, kishte krevatin, kishte ato që ndahet, kurse këtu shkon atje dhe i ke me perde dhe ta kapin me karfic perden që mos kaloj tjetri që të më shikoj mua që unë po marr gjakun. Pyetja ime është, po të shkoj një grua ke ginekologu, ka perde dhe atje? Nuk e di. Mund të jetë perde me trash. Nuk e di. Kur ta shoh do të them.